I nderuarat Nikolla, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në qoftë se patët vëmendjen e dur kur lexua Ungjilli, ishte një pjesë nga Ungjilli sipas Mateut, dhe Zoti na tha këto fjalë që duhet t'i mbajmë mend. Mos gjykoni që të mos gjykoheni, sepse me çfarë gjyqi gjykoni do të gjykoheni, dhe me çfarë matësi matni do t'ju matet edhe juve. Zoti Krisht po na flet për një sëmundje që shpeshherë ne na kap. Është një lloj epidemie shpirtërore, që thotë gjykimi ndaj të tjerëve. Të gjithë jemi prirur për të parë problemet të tjerëve, mëkatet e tjerëve, por harrojmë problemet tona dhe mëkatet tona. Patjetër që neve kemi sy për të parë, kemi vesh për dëgjuar, kemi mendje dhe logjik për gjykuar, por duhet jemi të kujdesshëm. Ne jemi qenie njerëzore të kufizuar në kohë dhe në hapësirë, dhe ne nuk mund t'i shikojmë të gjitha gjërat që bëhen rreth nesh. As nuk i dim mendimet e njerëzve, as çfarë ndodh brenda tyre. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm kur gjykojmë të tjerët. Dhe neve gjykojmë me kriteret tona njerëzore. Por, çfarë tha Krishti? Bëni gjyqin e drejtë. Që do të thotë, ne duhet gjykojmë me kriterin e Zotit, i cili shikon, dëgjon mendimet dhe dëshirat e njerëzve, ato që nuk i shikojnë dhe dëgjojnë të tjerët, dhe i shikon të gjitha dhe pret me durim për të gjykuar një person. Ashtu si Kisha e ortodokse na mëson se një shpirt që ndahet nga kjo jetë dhe shkon te gjykatësi, gjykohet mbas 40 ditësh. Prandaj dhe ne presim 40 ditë ose të 40-tat që ai shpirt të gjykohet nga Zoti. Dhe Kisha lutet për atë shpirt. Ne besimtarët e gjallë dhe të afërmit e tij bëjmë bamirësi, shlyejmë borxhet dhe bëjmë paqe me armiqtë e tyre, që kjo t'ju numërohet atyre që të dalin të pafajshëm në gjykimin e Zotit. Kur Zoti pret 40 ditë për gjykuar një shpirt njerëzor, jetën e njeriu, kush jemi ne që gjykojmë kaq shpejt? Dhe vetëm gjykojmë, por ne edhe dënojmë. Prandaj Krishti thotë, me atë mas që gjykoni, me atë mas do gjykoni dhe juve. Në qoftë se ne jemi të prirur për të gjykuar shpejt problemet, mëkatet, por edhe të dënojmë të tjerët, edhe Krishti kështu do na gjykojë dhe neve. Prandaj të jemi të kujdesshëm të dashur të krishterë. Të merremi me veten tonë, me problematikat tona. Aq më tepër kur ne nuk kemi një status për të gjykuar të tjerët. Ne nuk kemi prokuror, ne nuk kemi gjykatës, ne nuk kemi episkop që të gjykojmë problemet e një kishe, ose prift të gjykojmë problemet e një enorie. Në qoftë se ishim të tillë, jemi të detyruar të bëjmë gjykimin e drejtë sipas Zotit. Por kur nuk e kemi këtë status, pse merremi me problemet tjera të tjerëve dhe nuk merremi me problemet tona? Sepse të dashur të krishterë, ne një ditë do të shkojmë përpara Zotit për të gjykuar. Dhe në atë ditë do japim llogari për çdo fjalë të kotë që kemi thënë nga goja. Ne nuk e mendojmë këtë. Ne mendojmë se vetëm të tjerët vdesin, kurse ne nuk do vdesim. Vetëm të tjerët do dalin në gjyq përpara Zotit, kurse neve do bëhet një përjashtim. Kjo është një gënjeshtër e madhe që na jep djalli, që neve të harrojmë se një ditë do gjykohemi. Në qoftë se ne vërtet do ta kishim në mendje këtë takim me Zotin, të gjykim që Zoti do na bëjë jetës sonë, patjetër nuk do merreshim me problemet e tjerëve, po do merreshim me problemet tona. Dhe do ishim falës me të tjerët, ashtu si dëshirojmë të jetë falës Zoti me neve. Neve i kërkojmë Zotit mëshirë, falna o Zot, falna o Zot. Kurse kur vjen puna për të falur gabimet e tjerëve që na bëjnë neve, ne jemi shumë të ngurtë. Ne duam që ata dënohen, ata të gjykohen, kurse për veten tonë duhet që të na falin. Pra, me atë mas që matni të tjerët, me atë mas do na mat dhe Zoti neve. Në qoftë se do falim dhe Zoti do na fali. Në qoftë se nuk falim, a Zoti nuk do na fali. Këtë duhet ta kemi parasysh. Do t'rregoj një histori
të një murgu që jetonte në një manastir. Jetonte në atë manastir, po në mënyrë të shkujdesur. Dhe gjithë murgjit e tjerë i thoshin, vëlla, ki kujdes, se një ditë do vdesësh e do paraqitesh përpara Zotit. Por, vërtet ai vdiq, dhe ose më mirë themi i erdhi ora për të vdekur, dhe gjithë u mblodhën rreth tij për t'i dhënë atë përshëndetjen e fundit. Por edhe pse ky murgu nuk ishte bërë një jetë shumë të përkushtuar, prap ishte i qetë. Atëre i pari manastirit igumeni i thot, por dhe tani që do shkosh te Zoti dhe tani nuk shqetësohesh, ti nuk e bën një jetë shumë të përkushtuar. Atëre ky murg i tha, Jerond, është e vërtet kjo që ti thua, unë nuk ka bërë një jetë shumë të përkushtuar, por ama mbajta një porosi të Zotit. Mos gjykoni që të mos gjykoni. Unë jam përpjekur që sa kam jetuar në këtë manastir, kam parë vetëm problemin tim. Nuk jam marrë me problemet tjerve, nuk kam gjykuar punët e tjerve. Dhe shpresoj që Zoti do mbaj fjalën që tha mos gjykoni dhe nuk do gjykoni. Dhe tani unë shikoj angjëllin tim rojtar, i cili më thot, ti ke bërë mëkate, por me që ti mbajte fjalën e Krishtit, mos gjykoni dhe nuk do gjykoni, as Krishti nuk do të gjykoj ty. Dhe kështu ai iku në paqe tek Zoti, sepse mbajti këtë porosi, nuk gjykoi të tjerët. Prandaj të dashur të krishterë, të kemi kujdes nga gjykimi që na kap shumë shpejt, edhe mua personalisht. Dhe gjithmonë pendohem dhe them, Zot më fal që gjykova. Duhet të dëgjojmë shumë fakte, të shikojmë gjërat realisht, pastaj le të marrim dhe një gjykim të drejtë. Por dhe mbi të gjitha, ne gjykojmë njerëzit në fraksionin e jetës. Shikojmë një njeri që vjell, shikojmë një njeri që gënjen, shikojmë një njeri që bën një krim, e ne themi, ky është i poshtër, ky është i mallkuar, ky do shkojë në ferr. Ku e dim neve? Kush jemi neve? Duhet dim se ai njeri mund të pendohet, mund të korrigjohet, dhe ne mbetemi me gjykimin e atij njeriu që ne e pam në një moment të jetës tij. Gjyqin do ta bëj Zoti, nuk do ta bëjmë ne. Ai që gjykon i thot Krishtit, dil ti nga froni, sepse do ulem në fronin tënd që të gjykoj njerëzit. Prandaj të bëjmë kujdes të dashur të krishterë, të heqim dorë nga gjykimi. Dhe vazhdon Krishti dhe thot të fjalë. Pse shikon lëmishten ose ashklën që është në syrin e vllait tënd dhe traun që është në syrin tënd nuk e shikon? Ja çfarë bëjmë në një gabim tjetër. Neve shikojmë problemet tjerëve, i zmallojmë ato, problemet tona nuk i shikojmë dhe i zvoglojmë. Duhet jetë e kundërta. Të merremi me problemet tona dhe të justifikojmë problemet tjerëve. Vetëm kështu ne do bëjmë atë që është e mirë për ne. E në fund, le të përmendim edhe këto fjalë që tha Krishti. Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kush lyp merr dhe kush kërkon gjen dhe ai që troket do t'i hapet. Asgjë nuk vjen te Zoti pa u lutur, pa lypur. Jo vetëm për ne për të gjallët, por dhe për të fjeturit. Ju sot keni ardhur për të kujtuar shpirtin e një njeriu tuaj të dashur, që ka një përvjetor. Pra jeni duke kujtuar atë jo thjesht duke kujtuar, por duke e kujtuar në Zotin, sepse prifti emrin atij shpirti e ka kujtuar në proskomidhi, e ka kujtuar këtu që ishte përpara me të shenjtat, dhe edhe ne kemi kujtuar dhe Perëndia do ta kujtoj. Ata që kujton Zoti, ata bekohen nga Zoti. Prandaj është shumë e rëndësishme të dashur të krishterë, që të lutemi për vete, po të lutemi dhe për shpirtrat e të fjeturve të njerëzve tanë të dashur. Sepse edhe pse u larguan nga syt ton, nuk janë larguar nga zemra jon. Dhe diçka tjetër, njeriu nuk humbet kur vdes. Njeriu kalon nga një gjendje në një gjendje tjetër. Ikën nga kjo botë, shkon në botën tjetër, në botën e jetës përjetshme. Por ata shpirtra, të cilët ikën nga kjo botë, nuk bëjnë asgjë më për veten e tyre. Gjithçka duhet t'i ndihmojmë ne. Ne lutemi për ata. Ne bëjmë bamirësira për ata. Ne bëjmë të ndara për ata, që kjo t'ju numërohet atyre. Kjo që keni sjell këtu në kish, grurin dhe diçka tjetër, është si një tryezë që ai e shtron për veten e vet. Kështu që atë që ju bëni këtu, Perëndia e quan ati atje dhe e kujton atë. Dhe vetëm duke u lutur, vetëm duke kërkuar, vetëm duke trokitur te dera e portës së mëshirës së Perëndisë, ne marrim mëshirë për vete, por dhe për shpirtat e vdekurve. Amin.